E rënë në Tiranë, 3 efektivët e shqiponjave dhunojnë qytetarin e bëjmë për spital. 3 punonjës policie të repartit Shqiponja në Tiranë janë pezulluar nga detyra pasi akuzohen se kanë dhunuar një qytetar pa arsye. Sipas njoftimit të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, 3 efektivët akuzohen se në 8 maj kanë ndaluar një automjet dhe me veprime arbitrare kanë dhunuar shoferin. Pas përplasjes, shoferi ka përfunduar në Spitalin Universitar të Traumës për trajtim mjekësor, njoftimi i AMP. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore rajoni Tiranë ka zbardhur urdhrin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, e cila ka caktuar masën e sigurimit personal me karakter ndalues, pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publik për 3 punonjës policie të dyshuar për kryerjen e veprës penale, kryerje veprimtarive arbitrare në bashkëpunim. Inspektore të me detyrë trup shërbimi, seksioni Shigjeta në sektorin e forcës posaçme Shqiponja, inspektor DG me detyrë, trup shërbimi, seksioni Shigjeta në sektorin e forcës së posaçme Shqiponja, inspektore në me detyrë, trup shërbimi, seksioni Shigjeta në sektorin e forcës së posaçme Shqiponja, caktimi i masës së sigurimit personal u bë i mundur në funksion të procedimit penal të vitit 2025 në lidhje me ngjarjen e datës 8/5/2025. Rreth orës 19:30 punojësit e policisë kanë ndaluar një automjet me drejtues shtetasin RZ dhe me veprime arbitrare kanë kaluar në konfrontim fizik ku përpasoi drejtuesi i automjetit është dërguar në Spitalin Universitar të Traumës për trajtim mjekësor. AMP mbetet e përkushtuar në misionin e saj për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana e punonjësve të strukturave duke telefonuar në numrin e gjelbërt 08 00 9090 duke dërguar email në adresën e tyre për ankesa dhe në WhatsApp 069 41 51 511.